Përshëndetje çuna dhe goca, sot jemi rikthyer përsëri me FIFA, ka dal java e re dhe ndoshta mund të hapim prap pako me 10.000 diamantet e Ballon d'Ori, nuk e di, ndoshta. Qofse i bëjmë diamantet. Pas ka dal dhe ajo loja me quizze. 6.000 diamante i morëm këtu. Pas ka dal CONMEBOL Libertadores. Shkoj marrim diamantet këtu. Okej. Marrim këtu. Nice. Marrim dhe këtu, jo këtu s'na dha. Gjithsesi i bëm 11.000 diamante. Hap kjo reja. Marrim 100 ranka pointsa. Dhe ka marr Pirlon 110. Bëjmë një rank up tjetër, nuk e bën kemi dot. Gjithsesi. Eko që ka s'ka gjë. Shkojmë këtu. Event. Shkojmë këtu dhe vazhdojmë gjejmë pyetjet. of Real Sociedad. Se di po pa fustaja Turin Surdin që është kjo. Who is Real and top scorer maker? Raul. Se po shikojën how many teams have promoted in the EA Sports this season? 3. Getafe Bremer ka 9 duket pa. This player doesn't play for Mas. What team is number roll? What the fuck? Çan këto gjëra. Të lloj pyetjesh, which team hold the record for most appearances? Iker Casillas? No. Nuk e di çfarë janë këto lloj pyetje. Number of points every by teams in La Liga EA Sports season. Nothing else? Ja. Which of this player doesn't play for? Wow. 50 varja. Është shumë e vështirë. Në lig. Qofse s'keni hyrë akoma. Shkojmë të Beige. Shkojmë tek Star. Në të më hapim njëherë këta. Pastaj do bledhim diamante për Ballon d'Or dhe kanë dalë lojtarë të rinj: Gilberto Silva, Cole, Isaac, Courtois, Eze, Saliba, Rafinha, Suarez, Diallo, Cunha, Bremer, Zubimendi, Jimenez, Kudus, Rashford, Ricci, Müller, Pisili, Jimenez, Jashari. Hajde. Shpresojmë në lojtari mirë. Okej. Slovak Hançko 108. Nice. Na duan dhe 1.500 diamante për të hapur pako. Do shkojmë njëre këtu. Me që ka dalë si event i ri. Kam njërë të galeria dhe pas kanë dalë shumë lojtarë. Më falni. Zico. Si që duhet me më buk pak më parë po.
Zico, Marcelo, Garincha, Riquelme, Zé Roberto, Mascherano, Francescoli, Milito, Ramirez, Tevez, Muslera, Martinez, Fernandez, Acuna, Vidal, Arian, Askrabidar që janë këta si Montiel dhe Quarata. Okej. Shkojmë vendet ku mund gjenë diamantet dhe kthehemi. Okej, më në fundi gjeta diamantet. Hyra tek Anniversary. Dhe nga që luajta sa ndeshjeve sa tage përpiqesha të fitoja 10 yje që të merja 10 diamante dhe nuk ja dola dot. Dhe mblodhen këto token. Hapa një këtu më qëllon 100. Hapa këtë më qëllon këtu, thash po hap këtë këtu. Më ranë 3000 diamante dhe tani do shkojmë të hapim pakon e Ballon d'Orit. Dhe shpresojmë Wait. Nuk është më pakoja. Kam që parë që luaj dhe pakon nuk është më. Në 106. 2 pakon mund të hapim këtu. Me 3000 diamante. 2 pakon mund të hapim. E provoj mirë. Dhe hapim 2. S'na ragje. Nuk na ragje. Shkojmë këtu hapim 3 pako. I hapim. Hajde. Holandez. CB. Van Dijku, sa është Van Dijku, nuk e di. 110. Okej, Van Dijku nuk na hyn punë, por okej, nice. Nice. Very nice. Ja ku janë lojtarët që kemi në Ballon d'Or. Dhe po. Shkojmë. Dhe shumë që këtë exchange-i. I marim 20 cop. Shkojmë se pas një bërë 280 ranka pointsa rrisim një pirlon. Dhe bashka dhe CDM. Dhe po. Kjo ishte video dhe për sot. Shpresoj që këtë pëlqyer. Jemi në video në radhës. Bye.